profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam na tregon në fjalën e tij të nderuar atë që kemi nevojë të kuptojmë prej detyrimeve ka shi Allahut krijuesit ton, detyrimit që kemi ndaj vetes në fjalën e tij sallallahu alaihi wasallam dhe pasojat të keqen me të mirë që ato fshi atë. Pra ky është detyrimi ndaj vetes ton, që të pendohemi, të bëjmë mirë vetes ton. Dhe më pas na tregon detyrimet karshi të tjerëve, me fjalën e tij, sillu mirë me njerëzit. Pra sillu me njerëzit me një sjellje dhe moral të mirë. A nuk është sjellja e mirë prej devotshmërisë, e cila u përmend në fillim të hadithit? Sigurisht që po. Pse profeti sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar sjelljen e mirë, moralin dhe edukatën e lartë me porosin e tretë. Përgjigja është se ka shumë njerëz të cilët ndoshta mund ta kryejnë detyrimin ka shi Allahu të lartësuar. Pra ka njerëz të cilët falin namaz, ka njerëz të cilët japin zakat, ka njerëz të cilët ndoshta kryejnë haxhin, umren e kështu me radhë, por detyrimet karshi të tjerëve, karshi shoqërisë, karshi familjes të afërmve apo shokëve të tyre, nuk e kryejnë siç duhet. Ndaj ai alayhi salatu wassalam e veçoi detyrimin ndaj të tjerëve me këshillën e tretë dhe sillu mirë me njerëzit. Shikoni se si ai alayhi salatu wassalam nuk ka thënë sillu mirë me besimtarët, ka thënë me të gjithë njerëzit, qofshin besimtar, qofshin jo besimtar. عن سيره ولا